Vlora ka çelur tashmë zyrtarisht sezonin turistik, ndërsa pritshmëritë për këtë verë duken pozitive. Krahasuar me një vit më parë, operatorët turistik shprehen optimist për fluksin e vizitorëve, duke theksuar se rezervimet kanë nisur herët dhe interesi për Rivierën shqiptare vijon të rritet nga sezoni në sezon. Një nga sfidat kryesore të sektorit mbetet sigurimi i fuqisë punëtore. Sipas kreut të operatorëve turistik të Jugut Vasil Bedinaj, tregu lokal i punës është shfrytëzuar pothuajse tërësisht dhe për këtë arsye shumë biznese kanë përfunduar tashmë kontratat me punonjës të huaj. Pjesa më e madhe e tyre vijnë nga Myanmari, Egjipti, Turqia, ndërsa punësimi i tyre shihet si një zgjidhje për të përballuar sezonin intensiv veror dhe mungesën e stafeve në shërbime. Vlora e ka çelur tashmë në sezonin turistik, që javën e kaluar. Po shohim dhe pritshmëritë për sezonin në vazhdim do të jenë të mira. Kemi rezervime të shumta dhe mund të themi një rritje nga viti i kaluar. Patjetër që kemi muaj që po merremi me burimet njerëzore. Kemi ndjekur të njëjtën në rrugë që kemi ndjekur dhe vitin e kaluar. Kemi shfrytzuar në maksimum tregun lokal, që do thotë jemi shtrirë jashtë kufive të Vlorës. Kemi shkuar Fierin, Elbasanin, Beratin, por kemi përfunduar te kontratat me punonjës të huaj. Po të shihni në gjitha strukturat e Vlorës, kemi tashmë punëtorë të huaj të ardhur nga vende të ndryshme, nga Myanmari, nga Filipinët, nga Turqia, nga Egjipti, dhe kemi menduar që kjo do të jetë zgjidhja për këtë vit edhe në vitin e vazhdim. Pra, kemi shfrytzuar në maksimum tregun lokal, nuk kam qytetarë që kërkojnë një punë dhe nuk e kanë një punë, por kërkesat tona janë më të larta se ato që ofron tregu. Paralelisht me kërkesën në rritje për staf, ka ndryshuar ndjeshëm dhe pagat në sektorin e turizmit. Operatorët pohojnë se vitet e fundit pagat janë rritur ndjeshëm, duke nisur nga kamarierët e deri tek profesionet e tjera të hotelerit turizmit. Trendi i viteve të fundit ka qenë në rritje, pagat e punonjësve për çdo sektor, për çdo profesion janë minimalisht dyfishuar, pra mund të themi që nuk ka më punë për një shërbim kamarierësh me 40 apo 50.000 lekë. Por roga e një kamarieri ka shkuar deri në 70-80.000 lekë, po themi për kamarierin normal dhe jo ata me eksperiencë, të cilët e kanë pagën shumë më të lartë. Pra në tërësinë e vet, të gjitha pagat në sektorin e turizmit janë dyfishuar dhe është ajo që kemi thënë dhe vitin e kaluar. Pra nuk kemi problem se nuk po i kënaqin punonjësit me paga, por kaq janë available, siç themi, apo kaq janë që kërkojnë një punë dhe ata kanë ardhur. Pra nuk është se s'ka punonjës se nuk i paguajnë, por i kemi shfrytzuar në maksimum, ashtu siç e dim të gjithë, sektori i turizmit nga viti në vit po rritet, strukturat po rriten, kërkesa për burime njerëzore po rriten, kështu që ndaj dhe kemi përfunduar duke marrë punonjës të huaj. Përballë një numri turistësh që vitin e kaluar kaloi shifrën e 13 milion vizitorëve në rang kombëtar, shtimi i kapaciteteve akomoduese shihet tashmë si domosdoshmëri. Mund të themi që pronontimet janë bërë shumë, nuk jemi në numra të kënaqshëm për të përballuar të gjitha kërkesat që ne kemi, pra qyteti i Vlorës apo qarku i Vlorës vuan për njësi akomodimi, sa më shumë të kemi aq më mirë do të jemi, por mund të them që deri në këto momente strukturat që kanë nxjerrë dhoma në shitje para fillimit të sezonit i kanë euzauruar. Mund të jap shembull që ka hotele që janë shitur deri në 80% të tyre. Pra kërkesa për hotele apo njësi akomodimi janë shumë herë më të larta se sa ato që ne kemi. Por jemi prapë optimist sepse në vitin e fundit janë dhënë me 10 leje ndërtimi të reja për hotele brand që me shumë dëshirë presim që të fillojnë dhe të futen në funksion, kuptohet brandet nga të më të mirat të Europës apo dhe të botës. Pra projektet dhe investitorët që janë ofruar në Vlorë, që kanë marrë dhe leje ndërtimi dhe kanë filluar të zhvillojnë këto struktura, do të jemi në një panoram krejt tjetër mbas 5 vjetësh, mund të themi. Mund të edhe trefishohemi si numër. Dhe kjo për faktin që aeroporti i Vlorës një ditë do të hapet, është në përfundim e sipër. Shpresojmë dhe urojmë që të mbaroj dhe ato procedurat e tyre që ata kanë. Dhe duke i bërë të dyja bashkë, mendoj që Vlora vërtet do të jetë një qytet turistik ashtu siç edhe kemi menduar. Kështu sipas operatorëve turistik në territorin e Bashkisë së Vlorë dhe në të gjithë qarkun janë dhënë tashmë një sër lejesh ndërtimi për hotele dhe struktura të reja akomoduese, të cilat pritet të shtojnë kapacitetet pritëse në vitet në vijim. Megjithatë, krahas investimeve, bizneset kërkojnë dhe më shumë vëmendje ndaj infrastrukturës, menaxhimit të trafikut, furnizimit me ujë dhe hapësirave publike për të garantuar një sezon turistik sa më cilësor dhe të qëndrueshëm.